Me duar të lidhura është nxjerr nga qendra klinike dhe universitare dhe është përcjell në qeli Astrit Isufi, i cili dyshohet për vrasjen e dy fesht në Golloboc të Malishevës. Ai u kap të premten një ditë pasi kreu krimin te shtëpia e bashkëshortës, ku vrau dy vëllezërit e saj. E me që edhe vet kishte plag, u trajtua në QKUK për më shumë se 24 orë. Seanca për caktimin e masës së paraburgimit u mbajt mesditën e së shtunës në klinikën e kirurgjisë abdominale. Aty gjykata themelore e Gjakovës ja caktoi një muaj paraburgim. Sipas vendimit të gjykatës, Isufi do të qëndrojë deri më 6 dhjetor në paraburgim si i dyshuar për vrasje të rëndë dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Para vendimit në klinik shkoi prokurorja dhe gjyqtari nga Gjakova, ku për gjysmë ore u parashtrua kërkesa që organi i akuzës bëri për paraburgim. Sipas prokurorisë themelore në Gjakov, Dorasi me dashje privoi nga jeta dy vëllezërit e bashkëshortës. Ky institucion dha edhe detajet e momentit kritik. Si shkak i problemeve dhe dhunës u ushtruar ndaj motrës së tani të ndjerëve gjatë largimit nga shtëpia e atyre të fundit, në rrugë fillon një fjalosje në mes tyre e në momentin kur dëshmitarja i më përshëndetet me nënën e saj e del jashtë dyerve të oborrit, në rrugë vëren të pandehurin bashkëshortin e saj, duke shtënë disa herë me armë të llojit pistolet TT në drejtim të vëllait të saj, tani të ndjerit DM, e më pas shtiu po ashtu disa herë në drejtim të vëllait tjetër të saj, tani të ndjer në të ndjerët DM dhe NM nga plagët e marra në pjesë vitale të trupit besin të shtrirë për tokë. Edhe i dyshuari është plagosur, por drejtori i klinikës së kirurgjisë abdominale, Enver Fekaj, konfirmoi se 42 vjeçari ka gjendje të mirë shëndetësore dhe nuk ka më nevojë për hospitalizim. Të kemi bërë vizitën që në mëngjes dhe nuk ka pas qenja klinike e as kompromitim ose devijim të statusit hemodinamik. Megjithatë, ne kemi kërkuar disa analiza shtesë, në mënyrë se të jemi më të sigurt në konkluzionet tona, dhe pas këtyre analizave është konstatuar që pacienti nuk ka nevojë për ndërhyrje kirurgjike. Pasi gjendja shëndetësore e tij u vlerësua stabile, i prangosur dhe i rrethuar nga policë, pasditën e së shtunës, i dyshuari Isufi u nxorr nga QKU-ja dhe u dërgua në qendrën e paraburgimit. Vetëm këtë vit Isufi është dënuar 2 herë. Për rrahje të bashkëshortës, ai fillimisht u dënua me 5 muaj burgim, por apeli ja përgjysmoi atë. Ndërkaq për kanosjen e vëllezërve të gruas, të cilët i vrau të enjtën, ishte dënuar vetëm me gjobë.